Gjykata e Vlorës ka lënë në burg 40 vjeçarin Rinaldo Rakipaj, i cili sipas policisë mbrëmjen e 22 marsit e kaloi natën në një hotel në zonën e Skelës në Vlorë, duke konsumuar kokainë së bashku me 3 vajza adoleshente të moshës 15-16 vjeçare. Në gjykat 40 vjeçari pretendoi se nuk kishte dieni për moshën e vajzave me të cilat kishte qëndruar në hotel. Rinaldo Rakipaj akuzohet për veprën penale nxitje për përdorim droge, ndërkohë prokuroria ka si provë një video të filmuar nga njëra prej vajzave në hotel, ku shfaqet shoqja e saj, 15 vjeçe, duke konsumuar kokainë. Kjo video që është gjetur në telefonin e të miturës disponohet nga policia, po ashtu në video 40 vjeçari shfaqet duke fjetur gjumë. Hetuesit kanë dyshime se me njërën prej vajzave, 40 vjeçari ka kryer marrëdhënie seksuale, por kjo akuzë pritet të provohet ose të rrëzohet, pasi të dalë përgjigja e ekspertizës mjeko-ligjore. 40 vjeçari Rinaldo Rakipaj u arrestua 5 ditë më parë pas denoncimit të nënës së vajzës 15 vjeçare, me të cilën shoqëroi për disa ditësh 40 vjeçari. Nëna e 15 vjeçares kallëzoi në polici se e bia ishte larguar nga banesa dhe kishte fikur telefonin. 15 vjeçaria e kishte gënjur nënën se do të kalonte natën te shoqet, por më pas është provuar se dhe 2 vajzat e tjera kanë gënjur familjet po njësoj. Pas denoncimit, policia e Vlorës arrestoi 40 vjeçarin. Të miturat në dëshmi në polici kanë mohuar se kanë kryer marrëdhënie seksuale me 40 vjeçarin. Vajzat kanë deklaruar se kanë bërë xhiro me makinë dhe më pas kanë qëndruar në një hotel në zonën e Skelës me 40 vjeçarin. I arrestuari është mbrojtur në gjykat, duke thënë se ka konsumuar vetë kokainë, por nuk ua ka ofruar vajzave të mitura. Vijojnë ende hetimet nga policia dhe prokuroria e Vlorës për zbardhjen e plotë të ngjarjes.